Gjatë kongresit të Partive Popullore Europiane që u mbajt në Valencia, u zhvillua një takim i rëndësishëm mes kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdi Xhiku, dhe stafit të tij, me kryetarin e Partisë Demokratike të Shqipërisë Sali Berisha dhe kabinetin e tij. Takimi u karakterizua nga një atmosferë tepër miqësore dhe afërt, duke reflektuar lidhjet e kahershme dhe bashkëpunimin tradicional mes dy partive si motra të qendrës së djathtë në hapësirën shqiptare. Në qendër të diskutimeve ishin sfidat politike me të cilat po përballet Kosova dhe Shqipëria në dy faza të ndryshme të proceseve zgjedhore, Kosova në periudhën pas-zgjedhore dhe Shqipëria në prag të zgjedhjeve. Të dy liderat ndanë analiza mbi zhvillimet e fundit politike në vendet e tyre, duke theksuar nevojën për qasje të bashkërenduar dhe mbështetje të ndërsjellët në përballimin e sfidave demokratike, si dhe forcimin e institucioneve përfaqësuese dhe demokratike. Si përfundim u theksua domosdoshmëria për një bashkëpunim më të ngushtë mes LDK-s dhe PD-s, jo vetëm në kuadër të përkatësisë së përbashkët ideologjike dhe antarësisë në familjen e Partive Popullore Europiane, por edhe për shkak të përgjegjësisë historike dhe kombëtare që ato mbartin. Palët u zotuan të thellojnë koordinimin për interesat e përbashkëta politike, për të forcuar vlerat demokratike dhe për të përballur së bashku me sfidat që i presin të dy vendet në mbarë kombin shqiptar.